e provun me ligjin për çmimet tavan, po i kthej kushtetuesja, prandaj këto rrethona duhet të gjetë një zgjidhje tjetër. E unë e kam ato. Qysh? Me kriju ka një furrë në secilin qytet. Për shembull, në Prishtinë janë 10 furra, konkurrencë ka, mirë për përmes furrës së shtetit, domethënë furrë shtetit e kam fjalën, përmes saj i kontrollojmë edhe çmimet, rritjen e çmimeve të pavarësyeshme, edhe konkurrencën. Duhet mi rrit ata, le të rrisin, mirë po njerëz shkojnë te furra e shtetit pastaj. Në këto rrethona bëhen shumë të përgjithshëm edhe thehet ai krijimi i karteleve eventuale. Njëjtë mund të vepruar edhe me pompat benzines, e kontrollojmë edhe çmimin, edhe kualitetin. Njëjtë mund të vepruar edhe me banka. Ta zojmë, duhen mi rrit normat e kredisë sipas shefit të tyre, përmes krijimit të karteleve eventuale të marrë vesh njëra me tjetrën, atëherë sigurisht që ne krijojmë një bankë shtetit, edhe i ruajmë ato kamata më të ulta.